Let's take E naturisht muzika mund të përsëritet edhe një herë në hyrje, sa të vinë në skenë, sepse ata janë brapa skenës, është emocion i madh për ta. Është rikthim, thashun, rikthimet janë të mëdha edhe e ndihmojnë njerëzit që të duhen më shumë, të bëhen më soft, të bëhen më të butë, naturisht të vlerësojnë këngën e shkëlqyer. Është spektakolare, brenda pak vitesh i njëjti kompozitor shkon në festivalin europian Adrian Hila. Shpresoj mos dali i fundit si herën e kaluar, të shkoj nga vendet e para. Nuk e di nëse po vjen apo jo Frederik Ndoci me bashorten e tij Aida. Ju lutem më lajmëroni se dua t'i bëj, kam shumë dëshirë t'i bëjmë një hyrje triumfale. Akoma nuk po vjen. Po vjen. Më lajmëroni po ose jo. Vesa. Frederik Ndoci shkon në festivalin europian. Është ai në qendër të këtij triumfi, atë do ta duartrokasim, atë do ta dëgjojmë me shumë vëmendje. Frederik Ndoci dhe Aida. Ai ka debutuar në skenë, premierisht ju prej këngën Fut Sherif Merdani. Artificial, pra për të gjitha ato çifte që nuk kanë bebe. Tani gjithkush mund të ketë një bebe. Për të dhënë gjithçka që mund të japi dhe ajo me siguri në këtë moment është më e mobilizuar se kur. Një vajzë jo vetëm me cilësi të mëdha, atë kanë thirrur nga shtëpia, kanë folur me njerëzit në shtëpi. Të gjithë shumë urime, edhe pse i përshëndeta në Shqip, dhe për ato është një gjë shumë e madhe. Thuaj akoma, dëgjoj, thuaj që jam në Shqip. Që jam në Sanremo, po jetoj një eksperiencë jashtëzakonshme. Ja, pra ku flitet Shqip, në Sanremo flitet Shqip dhe kjo është vërtet shumë bukur. Adesso do subito il tuo codice telefonico. Ndërkohë që në këtë moment të gjithë shqiptarët, bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Itali kanë mundësi të votojnë për Elsa Lilën, është momenti më i mirë. Shumë bukur. Është edhe kjo një prezantim shumë spontan, i pamenduar dashamirës i gjithë stafit të Sanremos, që nuk do keq interpretuar për një incident të vogël që s'ka të bëjë fare me vlerësimin e ndjenjës simpatisë për Shqipërinë, për shqiptarët, që shfaqet në ekran në mënyrën më evidente. Dhe është për të falenderuar dhe për duat rokitur edhe mbështetje që i ka dhënë Pippo Baudo Elsa Lilës. Diskutim. Po e meriton dhe Elsa. Përfundon Elsa në një pritje të ngrohtë nga publiku, ka përfunduar votimi, shikojmë tashti votimin e zhurisë të cilësisë.
Le shpresojmë për më mirë. Suspense, arrivano i voti per Shpresojmë il për më Salina. mirë. Sorridiamo Giorgia Surina. È stata Ndërkohë që shikojmë reagim, Posso spiegare, posso? Allora, Publiku. la voce è shikojmë një reagim të Zëri publikut. është i mrekullueshëm, poco audace, është che sia kënga un që po' troppo është pak Sanremo. shumë në Mi stilin piacerebbe e che i giovani portassero Sanremos, anche dei ritmi, forse come il nuk tango, sjell një mënyrë un po' pak più, më të re, kënga në vetvete, jo Elsa, domethënë Elsën e kam vlerësuar, zëdhënësja e zhurisë për zërin e saj, ja, si është një këngë që të jep një makinë e cila ecën në një rrugë dhe është një që të jep shpresë, ky pëlqen. Jam dakord me Giorgio. Ha una voce splendida. Ka një zë të mrekullueshëm. Io la trovo un po' troppo epica, ci mette I duket, lei è bravissima. ajo është e mrekullueshme, bravo, por kënga në vetvete është pak epike. Kjo ka një timbër vokal për Elsën shumë të mirë, një interpretim të shkëlqyer dhe të emocional. E la melodia è in ascesa. Por melodia është në rënje dhe ky konstatim është i vërtetë. Refreni i këngës nuk është kaq i bukur. Po, le të shpresojmë që jurit e tjerë ta votojnë akoma më mirë. Por kjo gjithçka është e hapur. Po të shikojmë çfarë i thonë. Ke akoma shanse me gjurin demoskopike që ka 50% të votëve. Vetë le vot. Kjo do të shkoj mbas minutave dhe Penelopa Cruz, si do qoftë, vlerësime të mëdha për Italinë. Dhe pastaj tiganin e fusim në tiganin tek zjente uji dhe kështu përgatisim kremin në banjo mari duke e përzier her pas here. Pastaj kremit i hedhim edhe gelatinën dhe vazhdojmë ta përziejmë. vitit 1944. Në këto anë ndjehen të freskëta gjurmët Në ruan që po luftojmë pastaj. Një fjalë goje, silem. Po si i bëhet halë dyqanit, more vlezër. U shkatrova fare, u shkatrova. Mbarua, more vlezër, mbaruam. More urën për të ndërtuar do të ndërtojmë, po është puna që ta bëjmë më të stojme, të mbaj makinat mbi të. O ta bëjmë më mirë se turku. Sturq, more urën se kanë bërë turqit. Makina the. As gomarës mana e urë që tuon të ndërtojmë ne. Mbylle, more. Po pse e çkujtove ti, ata që e kanë ndërtuar mos kanë qenë me brirë njerëz ishin. Njerëz po kishin parase. Hekur, beton, ku t'i gjejmë? Mbylle, more. Ne edhe sekrat kemi. Mbylle, po tem. Po që na duhet e lufta, more vlezër, që na duhet lufta. Mbarua, more vlezër, mbarua. Ç'të keqja u bënte kjo urë? Pse e çkatëruan? Jo, po më thone gjanëm, me urën çpatën. Olo Gjoxo! Pardon, unë mendoj që përveç këtyre faqeve anësore, ne duhet të luajmë pa tjetër edhe qiellin këtu lart. Qiellin e luajmë, pa filli pa qiellin. Do luajmë, mama, do luajmë se ju përgjepo, e kërkon Europa. Viva Europa! Viva, po mos e përke sa ne si e kemi pranuar. Ça. Endaksi zënë? Taksi. Kseris e lëndika. Kseris ajo, gjithë të natër kseris. Unë mendoj që këtu në faqen e kraut të teatru të ndosën pa tjetër disa riprodhime të Rembrandtit, Rubensit, Botticellit, i natyrë morte të brakut. Po bukur do t'ishte. Duhet vendosur qiparicat e Bangkoku. Bangkoku, po. Që parka të bëhet sa më popullore, kështu folklorike, me taban kombëtar, unë mendoj që duhet të sjellim dy piktura, të një piktori shqiptar me famë evropiane, një far Ibrahim. Po si ka Ibrahim? Jo, mama, jo e ka. Jo. Afusha. Jo, që afusha mali. Për duket e ka.
Kam pasur një orë të qatë tepër gazmore, të këndoja, të kërceja. Who are you? A friend. My brother, my friends, my countrymen, and I